Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Është ditë shumë keq. Merita Halili rrëfem për gjendjen e rëndë shëndetësore të Parashjevis Simakut. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore shqiptare, Merita Halili, ka ndarë një rrëfim emocional gjatë pjesëmarrjes së saj në një emision ku ka folur për gjendjen shëndetësore të rënduar të artistes Parashjevis Simaku. Me zë të dridhur dhe ndjenja të forta, Halili e cilësoi situatën tepër të dhimbshme, jo vetëm në aspektin njerëzor, por edhe artistik. Ajo tregoi se lajmi për Parashjevis Simakun ka qenë një tronditje e madhe për të, duke e përshkruar si një bombë emocionale. Sipas saj, lidhja mes tyre shkon përtej të qenurit kolege, pasi të dyja i përkasin të njëjtës gjenerat dhe arritur paralelisht në skenën artistike shqiptare. Kemi qenë e njëjta moshë, e njëjta frymë, kemi ndarë të njëjtat ëndra dhe sfida, u shpreh ajo. Ajo theksoi se është e vështirë të flas më tej për këtë temë pasi situata është trajtuar tashmë nga shumë persona, përfshi edhe vetë Parashjevis Simakun. Megjithatë, dhimbja dhe keqardhja janë të dukshme, duke reflektuar respektin dhe dashurinë që Halili ka për kolegen e saj. Rrëfimi i Meritës solli një moment të reflektimi për publikun, duke rikujtuar se edhe pas figurave të njohura dhe suksesit artistik, fshihen shumë histori njerëzore, sfida shëndetësore dhe betejë për të cilat shpesh nuk flasin në publik.